E nisim sot ditën me dy zonja të nderuara, Loreta Tomaj dhe Davida Pesaj. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se gjetëm. Kjartë me shoqërua sot. Po. Jam e lumtur, jam e lumtur që shtohet edhe gama e diskutimeve. Pa çka se sot do diskutojmë një temë që është delikate. Edhe pamje që tani me anë të teknikës që më ndihmon janë vërtet shumë të rënda, kështu që doja që të përgatiteshit. Do të flasim për keq trajtimin që i bëjmë kafshëve. Pse? Çfarë ndodh? Çfarë shpjegimit ka ky lloj fenomeni? E ne kemi disa foto të cilat do doja që t'i shihnim përpara se të nisnim edhe temën e diskutimeve. Fotot janë marrë tek faqja e Animals Need Me dhe janë raste që janë reale, pra nuk janë të stisura. Kotelja që shohim në këto momente është një rast i shpëtuar nga vullnetarët tek koshat e plera. Kotelja Gjor mbas është aksidentuar pasi ishte prerë bishti komplet dhe ishte infektuar. Dhe ndodhet në klinik për të marrë mjekimin, mbase 5 apo 7 ditë do t'i duhet për mjekim. Do të kalojmë tek një tjetër foto. Është një klysh i keq trajtuar nga një fëmijë në qytetin e Shkodrës. Nga një fëmijë, kjo mendoj unë është fjala kyçe. Jemi shumë të trishtuar nga gjendja e klyshit dhe nga ky fenomen. Qent nuk janë lodra për fëmijët, por qenie. Klyshin e kemi marrë me njëherë në strehim dhe ndodhet në klinik. Fatmirësisht nuk ka fraktura, por vetëm shtypje në këmbët e prapme. Gjithashtu e pastruam nga rriçrat dhe pleshtat e shumt që kishte në trup. Pse vazhdoni të braktisni kotele të porsalindura kur keni çdo mundësi për sterilizim falas të macëve tuaja? Dhe është vërtet e shkruar tamam ashtu me shkronja kapitale dhe të vendosura në evidencë. Plot 11 kotele të mbyllura në qese dhe të hedhura te xhamia në Durgut. 3 prej tyre janë të vdekura. Izabela i ka marrë dhe po mundohet t'i ushqej me biberon. Në më pak se 10 ditë kemi shpëtuar 15 kotele të porsalindura. E sigurisht këto janë edhe në limitet e fuqisë së tyre. Do të përcjellim një tjetër foto. 7 këlysh të vegjël të braktisur pa mëshirë në Plera në Shkodër. Një vajzë e mërmiri ka strehuar përkohësisht, por e ka të pamundur të përkujdeset, dhe po kërkojmë 2-3 vullnetarë që t'i marrin në kujdes vazhdimisht për të ofruar qumësht dhe biberon. Kemi të tjera pamje. E qara që thyen zemrat e secilit. Ditën e djeshme u lajmëruan për të qara kotelesh brenda kazanit të Plerave. Zonja që i ka dërguar ka gërmuar në Plera për t'i nxjerrë pasi ishin brenda në qese. Tani ajo që na thyen zemrat edhe më shumë është trajtimi i këtyre voglushve si t'ishin Plera. A i dini që në qytetin e Shkodrës ka më shumë se një klinik veterinare që ofron sterilizim të macëve falas. A i dini se ka më shumë zgjidhje të tjera se sa vdekja mizore e këtyre koteleve. Në kjo është vërtet një foto e vështirë për të parë. Njihuni me Rinon. Rino u gjet nga punojësja e klinikës, e cila është kujdesur maksimalisht për rikuperimin e tij. Plaga që kishte në qafë mendohet të jetë kafshim dhe ishte mjaft e thellë dhe infektuar, por fatmirësisht ka një përmirësim të dukshëm vetëm në 2 javë. Rino është rasti i 10 në klinik vetëm për 2 javët e fundit, dhe kërkojmë ndihmën tuaj për mbulimin e shpenzimeve. Këto janë disa nga foto që mendoj janë edhe një piknisje shumë e mirë për diskutimin që do të bëjmë sot, për keq trajtimin e kafshëve. Pse ndodh ky fenomen? Unë bëj pyetjen se cila nga ju mund të përgjigjet sipas dëshirës. Fenomeni i keq trajtimit kafshëve ka lidhje me mënyrën se si njerëzit e trajtojnë brishësinë e tyre, si e trajtojnë emocionet që ata provojnë, si i mbarshtojnë ato, çfarë rolit dhe në çfarë mënyret ata jetojnë pushtetin dhe e trajtojnë brishësinë e vetë dhe brishësinë e tjetrit. Me të vërtetë, përpara situatave, fotove të tilla, që paraqesin disa situata me të vërtetë të rënda, të cilat mund të ndajmë në 2 kategori. Në kategorinë e parë janë ato që njeriu i bën kafshëve, do të thotë që i keq trajton apo i braktis, i tret,
apo edhe kafsht, ishte një qenë aty, Rinoja, që është, le të themi, plagosur prej luftimit me një apo disa qenë tjerë, ne nuk e dim rastin se si ka ndodhur, por kafshimi i tij vjen prej një kafshë tjetër. Kështu që kafshët, jo vetëm shtëpiake, por edhe kafshët e qytetit, dëshiroj t'i quaj kështu, jo kafshët e rrugës, por kafshët e qytetit, le të themi, keq trajtohen prej njerëzve, por edhe prej kafshëve që ndohen në qytet. Keq trajtimi i kafshëve, siç e thash, varet prej mënyrës se si njerëzit e perceptojnë brishtësinë e tyre. Nëse ne rritemi në një mjedis ku vazhdimisht na kërkohet të jemi fëmijë apo të rritur të fortë, do thotë të mos çajmë kur është për t'u qarë, të mos ankohemi kur është për t'u ankuar, të tregohemi të fortë përpara një momenti dhimbjeje, njerëzit do të përpiqen e do të bëjnë çmos që ta mshehin brishtësinë e tyre dhe të paraqesin një maskë fortësie, por që është vetëm një maskë që qëndron në sipërfaqe dhe gjithsesi është një maskë. Kështu që ne dukemi të fortë, por nuk jemi të fortë. Dukemi të fortë, por brenda nesh jemi të brisht. Tani, ajo që ne paraqesim tjerëve, shpesh herë është ajo dhe që ne shohim për veten tonë. Pra, ne shohim që para tjerëve paraqitemi të fortë, por edhe përpara vetes tonë, duke gënjur veten tonë dhe duke gënjur tjerë, paraqitemi të fortë. Kur takojmë brishtësinë, siç është për shembull tek një mance, tek një qen, tek një gomar, tek një kal, tek kafshët e tjera, por edhe te fëmijët që lypin rrugës, mund ta shtrim, do të thotë sepse ata ndodhen në situata cënushmërie dhe bristie, atëherë duke qenë që këtë brisë ne nuk e pranojmë brenda vetes tonë, atëherë kemi tendencën që nëpërmjet mekanizmit të mbrojtjes, që është projektimi, nuk e pranojmë as te tjetri dhe si rrjedhoj keq trajtojmë tjetrin. Pra kjo është lidhja mes brishtësisë dhe agresivitetit që ne tregojmë ndaj kafshëve? Tani, shpesh herë agresiviteti përjetohet si një forcë, si një fuqi që ne kemi. Kur jemi agresiv, ne e ndjejmë trupin ton shumë më të fortë, sepse kemi shumë energji, shumë më të fuqishëm. Ne ja fusim frikën tjetrit ose e përballemi me tjetrin dhe kjo na bën të mujton që ne ta perceptojmë agresivitetin ton si fuqi edhe kur e dëmtojmë tjetrin. Kur ne e përdorim këtë energji për të përballur me persona që mund të mbrohen, le të themi që nuk po them që është e ligjshme, por le të themi në varësi të mënyrës se si e jetohet dhe se si kthehet në veprim ai emocion, atëherë le të themi që mund të jetë një mbrojtje e ligjshme, le të themi e ligjshme por përtej kufive apo brenda kufive të vetmbrojtjes. Por kur ky agresivitet shprehet në qenie kaq të brishta, si që janë fëmijët, për shembull, apo si që janë pleqt, dhe mandena si që janë edhe kafshët e qytetit dhe kafshët tona shtëpiake, do të thotë që agresiviteti jonë ka dalë jashta kufinve të kontrollit dhe jemi duke ushtruar një agresivitet karsi qenieve që nuk mbrohen edhe nuk kanë fuqi që të mbrohen. Edhe gjykata, edhe ligjet, edhe kur flitet, për shembull në Kur'an apo në Bibël, flitet për agresivitetin apo për marrëdhëniet midis njerëzve ku futet edhe emocioni i agresivitetit, gjithmonë flitet që fëmijët e vegjël, gratë shtatzana, dhe mandena gratë shtatzana, dhe mandena edhe pleqt janë kategori që mbrohen në mënyrë të veçantë, le themi, si nga Zoti, ashtu edhe nga, le themi, ligjet e një vendi. Pse? Sepse kanë pa fuqi për mu mbrojt në një fuqie tjetër që është më e madhe. Kështu që në këtë rast, si le themi feja, ashtu edhe shteti, njeh që personi që ushtron dhunë, le themi, e ushtron në mënyrë të padrejtë dhe jo në proporcion me personin që ka përballë. Për këtë arsye shteti edhe kisha apo xhamia edhe librat e shenjtë i paraqesin këtë kategori si kategori që duhet t'i mbrojnë në mënyrë të veçantë dhe Zoti i mbron në mënyrë të edhe shteti i mbron në mënyrë të veçantë. Pra,
Pas forcës, ti thua ka një dobësi? Pas një force në dukje. Në dukje. Në dukje. Sepse pas këtij agresiviteti dhe kësaj force, le të themi që nuk është forcë, por është një ushtrim. Imagjinojmë një fëmijë i cili vazhdimisht prindërit e kanë lënë masdore, apo nuk ja kanë plotësuar nevojat, nuk po thojmë përfshi edhe dëshirat, brenda mundësive që prind kanë për mja plotësu fëmijës, ai fëmijë apo prind nuk rrin mjaftueshëm me fëmijët e tyre, sepse duhet me punu, sepse kanë angazhime tjera edhe kështu me radhë, fëmija rritet me disa le themi situata emocionale që nuk din me mbarshtu, nuk din me përmbajt. Dhe si rrjedhoj kur fëmija nuk e ka të rritun aty që e ndihmon me përmbajt frikën, agresivitetin e vet, zilinë e vet dhe shumë emocione tjera, atëherë apo kur prindi i thot, ti të shma i rrito, nuk mundesh me qa, lenja motrës të vogël, mase merr lojen ti, dhe kështu me radhë, që janë gjëra që nëpër familjet tona bëhen normalisht, duke menduar se me të vërtetë është një ndërhyrje e mirë e edukative, fëmia mundet për me kriju dhe me ba me lind mrena ti shumë herë agresivitet, që nga njëherë mandena prind e qortojnë të i thanë që ti e vllai apo motra më e madhe duhet t'ja japësh lojen apo diçka tjetër motrës apo vllavut më të vogël, mund fshin shumë frustracion, që lind prej fakti që fëmia nuk e mrin atë që dëshiron, apo mund mshehet shumë vetmi, dhe atëherë fëmia gjithë këto emocione i shpreh në qënje që janë më të brishta se sa veti. Dhe gjithmonë, nëse një fëmijë dhunon një kafsh ose prish e shkatron diçka, psikologët disa herë thonë që e bën edhe për me, kur është i vogël shumë, për shembull kur është 2 vjeç, e bën edhe për me kuptu, kur e hedh lodrën për tokë, e bën edhe me kuptu se lodra a është një material që prishet apo jo, pra është një mënyrë njohje dhe është në formën e lojës. Plus asaj, ai rregullon në atë mënyrë apo shkarkon edhe agresivitetin e vet të mbrëmshëm, që mandena prindi duhet me përmbajt, jo me ne përdorim zakonisht mendoj gabimisht fjalën me kontrollu, do të dosha shumë me përmbajt. Prindi duhet me kenë si një si një kontenitor i cili përmban emocionet e fëmijës vet. Dhe si përmban? Kur fëmija për shembull hell diçka për tokë, prindi nuk alarmohet se fëmija është ju bë agresiv dhe fillon e rrah fëmijë. Ditët e fundit kam pa një video në Facebook ku ishte një nanë në Amerikë, nuk e kujtoj tani vendin fix, por ishte një nanë e cila masi djali i dikun te 10 vjeç kishte kap macën dhe kishte hell për tokë, mami i thot djalit merr PlayStationin dhe hedhe për tokë ashtu si ke hell macën. Dhe mama, jo vetëm që bën këtë veprim, por edhe e filmon, edhe e hedh në rrjet. Do të thot me e paton. Me siguri mama ka menduar se ashtu i bën një ndërhyrje edukative që me i bë me kuptu fëmijës se si ti ke trajtu një qenie dopt, atëherë edhe unë trajtoj ty. Mendoj që mama ka bën një ndërhyrje si masaj edukative, si mas shumë prej psikologëve dhe njerëzve që gjykojnë mirë, nuk është një ndërhyrje edukative. Pra nuk është një ndërhyrje e saktë. Nuk është një ndërhyrje e saktë edukative, sepse fëmia ashtu, mama në atë rast do të dote t'i thote se çfarë emocionesh ose çfarë mendimesh e kanë shty atë për me mujt me keq trajtu macën, por ashtu si ai e ka perceptu macën dop dhe nuk e ka pranu, le themi, dopsinë e macës, sepse maca macja në atë moment nuk ka mujt më mbrojt. Dhe si rrjedhoj është më e lehtë për me dëmtu. Dhe ashtu e ka trajtu edhe mama djalin e vet. Do thotë që ti nuk mundesh më tregu i fort o më i fort se unë. Do thotë s'mundesh më tregu agresiv ose s'mundesh më tregu më agresiv se sa unë. Kështu që mama nuk i ka treguar si sën tjetër përveç se një shembull që ai fëmijë do ta imitojnë, qyshtesh fëmia ka filluar me imitu nanën e vet me kafshë tjera të pambrojtura. Tesh më kur të rritet ka më bë, mandena
Puna nuk është vetëm, shive, ne si njerëz mund të shqetësona më shumë se çfarë kanë me bë ky fëmijë nesër me njerëzit. Me të vërtetë, nëse do të ishim njerëz që gjykojnë sakt dhe në mënyrë të hapun apo me një horizont shumë më të gjatë, do të doshim të shqetësoheshim se ky fëmijë sjellet me jo vetëm me qenjet njerëzore, por me krejt natyren. Përfshi në këtë rast edhe njerëzit, përfshi edhe kafshët apo pjesën tjetër të krijimit. Është vërtet nga ajo që ti thua, është vërtet tepër e rëndësishme edukimi i fëmijëve. Tani sa i vështirë është, hajde të flasim. Mendoj që është shumë i vështirë dhe mendoj që ti jesh prind apo ti jesh edukator, ti jesh psikolog në shkollë apo ti jesh mësues në shkollë, ka shumë përgjegjësi. Jo vetëm burokratike për gjëra që duhet të plotësojmë si formular, por e sidomos për kohën dhe për kohën cilësore që i kushtojmë fëmijëve apo nxënësve. Edhe për faktin se nuk mjafton vetëm ta mendojmë diçka si një ndërhyrje edukative, por pastaj duhet shohim edhe rezultatet apo ta pyesim veten vazhdimisht, para në depresion nga një ranë, para në situata ankthit apo panikut, në situata të tjera, pra duke i përmbajtur në vetë emocionet tona, kemi mundësi që të pyesim vazhdimisht nëse ndërhyrja jonë është me të vërtetë një ndërhyrje edukative. Çfarë do të thotë edukative? Do të thotë që ti nxjerr prej tjetrit më të mirën e atij tjetrit. Pra, nuk është se fëmia është si një vazo bosh dhe ne e mbushim me ç'a mendojmë ne se është e mirë për te. Por fëmia është një vazo e mbushur, por alo e zbulhume dhe ne ndihmojmë vetëm që ai këtë vazo që e ka të mbushur me shumë gjana të nxjerrin jashtë e ta zbukurojnë edhe më tepër. Si mund ta bëjmë këtë? Me çfarë, si mund ta realizojmë këtë edukimin e mirë të fëmijëve? Dhe këtu flas jo vetëm nga prindrit, por edhe nga edukatorët, mësuesit apo për figura të tjera që janë në këtë rol. Për shembull, njëra prej gjërave që më vjen tani në mend edhe një eksperiencë e bukur që unë e ti kemi bërë së bashku, është projekti Takoj Emocionet, që kujtoj me shumë mall dhe njëra prej gjërave më të mrekullueshme që unë kam bërë, që shkolla Pjetër Moshkalla ka bërë, që animatorët kanë bërë, që edhe ti personalisht ke bërë, sepse kujtoj edhe dëshmitë e tuaja që ke bërë në atë kohë. Do thotë që shkollat kanë mundësi që të krijojnë nëpërmjet jo vetëm psikologët apo punonësit social që janë nëpër shkolla, por edhe mësuesit dhe çdo pjesëtar i shkollës të ofrojë mundësi që fëmijët të edukohen nga ana emocionale. Dhe unë kam pasur fatin ta përjetoj në dy aspekte Takoj Emocionet. Edhe si një fëmijë që e bën këtë rrugtim dhe një rrugtim shumë i bukur brenda vetes për të njohur çdo lloj emocioni që mund të përjetojë një fëmijë, por edhe si një animatore duke parë fëmijët e tjerë dhe duke ndihmuar fëmijët e tjerë të bëjnë këtë rrugtim. Dhe është vërtet një element shumë ndihmës, sidomos në periudhën e adoleshencës, sidomos në këtë periudhë. Dhe unë kujtoj atëherë që shkolla Pjetër Moshkalla e kishte caktuar projektin për klasat e 10-ta në mënyrë që t'i jepte mundësi që ato të njiheshin jo vetëm me shkollën apo të krijojnë, por edhe me veten e tyre nga ana emocionale. Unë kujtoj shumë në fund të 18 orëve të projektit se si nxënësit shpreheshin se sa shumë aktiviteti i ka ndihmuar ata që të njohin emocionet e tyre, mendimet e tyre, përveç se të flasin për veten e tyre pa u ndier të gjykuar dhe të kritikuar në atë moment dhe mrapa me shokët e klasës, që ka ndikuar edhe në klimën. Dhe ajo që mendoj që njëra prej gjërave që unë kam si relike në zemër edhe sigur të çmuar me të vërtetë është fakti i përfshirjes në këtë projekt të animatorëve, ndër cilët njëra je edhe ti. Kështu që kjo do të thotë edhe që ajo e mirë që ju keni marrë, sepse gjithë animatorët kanë qenë ato që më përpara e kanë jetuar vetë në veten e parë Takoj Emocionet, dhe pastaj kjo do të thotë që ajo që keni marrë keni dashur të japin të tjerëve. Dhe kështu që kjo është njëra prej aktiviteteve, për shembull, për qëndrimi jo vetëm një aktivitet, por i disa orëve, pastaj edhe i orëve të ndryshme, por gjithmonë që jep mundësi fëmijëve
të eksplorojnë botën e tyre të brendshme dhe të pranohen që emocionet nuk janë të këqija dhe nuk ka emocione pozitive dhe negative. Emocionet janë thjesht sinjale që na tregojnë se si ne e perceptojmë veten, si e perceptojmë botën në atë moment, se për shembull kur ne njihemi të brisht përpara një situate, do të thotë që në ata momente unë e ndjej veten të pazoti për t'i bërë ballë një situate. Kështu që situata për mua është e rrezikshme, kështu që ky emocion brishtësie pse duhet fshihet? Pse nuk duhet pranohet? E vërtet. Sepse pastaj ne gjejmë mënyrat e duhura për ta rritur veten tonë dhe për të rritur vlerësimin që kemi për veti, për ta parë në mënyrë më objektive situatën konkrete dhe si rrjedhoj, pastaj ndodh edhe pranimi i brishtësisë dhe transformimi i kësaj brishtësie, le themi, në angazhim, në përgjegjësi dhe në forcë. Emocionet kanë një karakteristikë të mrekullueshme që nëse ne punojmë me ta, ata transformohen. Kështu që një frikë, nëse punojmë me ta, frika mund transformohet në guxim. Pra, punimi do të ishte që unë e kuptoj që jam duke provuar frikë, e pranoj se është diçka normale që një situatë caktuar të provohet frikë dhe nga ana tjetër, unë marr përsipër që të përballem me frikën time dhe kur unë përballem dhe e shoh frikën time në sy, filloj e ndjej në trupin tim më përpara dhe pastaj në mendjen time guxim. Dhe është shumë bukur kështu. Në fakt një projekt tjetër pikërisht me këtë lloj tematike e ka realizuar edhe Davida së fundmi. Na trego pak për këtë aktivitet që ju keni realizuar. Në fakt po një gjoja më shumë vëmendje Loretën që i ka kaq shumë dashamirëse. Mundet e ti ndërhyjste Loreta në pushon? Po ka shumë dashamirëse emocioneve dhe në fakt është shumë bukur që ne flasim për emocionet edhe na duhet me folë edhe më shumë me to se si ti përpunojmë dhe si ti kthejmë ne do më thënë favorin tonë, sepse janë të bukura, në ka pa i Zoti me to dhe ne du t'i vejmë në funksion, se cilin emocion. Loreta po fliste për projektin e emocioneve, po unë jam përpjek të hartoj një projekt tjetër që ka të bëjë me empatinë. Interesante. Unë punoj në gjimnazin Institut Nëntori dhe në fakt duke punu me adoleshentet, ti kupton nga njëherë që ato kanë mësu që të krijojnë programe kompjuterike, t'jenë shumë zhvilluar në teknologji, t'jenë shumë të aftë edhe nga ana akademike, të fitojnë olimpiada, konkurse, por vesh are që mungon një element që është shumë i brisht dhe shumë funksional për jetën tonë, por duke lidhur edhe me temën që po trajtojmë për keq trajtimin e kafshëve apo në lidhje me emocionet që Loreta po flet, është empatia. Kjo është një aftësi, në fakt. Loreta po fliste për emocionet, por empatia është një aftësi. Aftësi që do të thotë që ne të mundna me ndje, të mundna me kuptu, edhe të mundna me nda për mënyrën se si e kupton botën emocionalisht një person tjetër. Empatia është... Pra, nëse më kujtoj tani ajo shpreha të veshësh kputucët e tjetrit. Të vesh veten tane në vendin e tjetrit, ose ti jesh i përfshirë në emocionet e tjetrit. A është e vështirë për të realizuar kjo? Empatia është aftësi, thash, edhe si aftësia jo duhet më mësu. Edhe vetë si koncept empatia është një koncept jo shumë i zhvilluar. Kohët e fundit kena fillu duke përdorë si koncept, por nga herë edhe keq përdoret si në vendin ku vehet, ose i jepet nota ma shumë, ose i hiqen disa element emocional. Se empatia është rrethuar me gjithë të emocionet që Loreta i përmeni. Duke qenë se është shumë i pazhvilluar në formën e duhur, e kemi lënë mësdore si aftësi pazhvilluar. Thonë, thash, duke pa zhvillimin e adoleshentëve se sa shumë kanë dije akademike dhe teknologjike, nuk ishim dije për konceptin e empatisë. Dhe pranaj vënosa që unë ta hartoj në një projekt dhe
minimumi ne të eksplorojmë konceptin e empatisë. Do me thënë, ajo që unë priqa vetëm nxënësit të mësojnë vetëm për konceptin. Dhe projektin e ndava në dy faza. Faza parë ishte që unë shkruajta projektin edhe e prezentova të nxënësit dhe ju lash detyrë që të bëjnë një projekt. Ndava në fusha, ju thash ju do eksploroni në pikturë, si është për empatia, në fotografi, në muzik, në filma, edhe në letërsi, sepse letërsia është ajo që na mush nga një herë dhe ku takojmë nështë emocionet e para, po njerëzit flasin për emocionet shumë. Thash, e nisa që ato vetëm të eksplorojnë konceptin edhe të mësohen me të, do me thënë, për te që marrin nga unë, por ato veti hi një lloj kërkimit. Duke zbulu vetëm fjalen, ndoshta duke kërku vetëm fjalen, ne kena mundësi me kuptu dhe shumë gjëra që rrjedhin për isaj. Dhe faza dytë ishte kur nxënësit do prezentoshin projekte që ato kanë bërë. Dhe në klasa ato ishin ndarë në grupe të vogla dhe kishin përballje të tyre. E nisa si diçka shumë të vogël, por rrjedha në fakt dhe ajo që përfshirja që banë nxënësit shkojnë në një dimension edhe më të madh dhe kam dalë shumë e surprizume dhe e gëzume nga ajo që nxënësit kishin bërë. Pasi nxënësit marrun konkurimin mes klas njëri tjetrit në mini grupet vogla, grupet fituese konkuronin me njëra tjetrën. Dhe prezantime që ato kanë bërë në fakt është përveç se ishin fantastike kështu nga teknologjia, që thash që janë shumë të zëtë dhe të aftë, por na dhanë edhe ne me kuptu që një koncept ka që pa eksplorum, vjen një moment që nga vetë ato që ka nevoj, bëhet shumë i dashur dhe shumë i praktikum, por dhe shumë i mirë për munda dhe mu jetu mëse në jetën e përditshme. Pa kishin nevoj këta nxënës të student për ta njohur si koncepte dhe për ta bërë të tyrin? Pa tjetër, se këtu ishte ideja jame, në fakt dhe qëllimi për cilin unë e bana, që ne ti him një lloj mini kërkimit vogël, dhe ti duke kërku ke aftësi për me zbulu, por gjatë zbulimit ajo fillon e bëhet pjesë e jotja, ti e vesh, po themi, e vesh si koncept, din me përdar. Dhe tani mas marimit projektit, kur i takoj në për koridore, kam qenë empatik, thojnë, ima empatik, kur më kërkojnë a gja, Davida thojnë ima empatike, ose e kena përdor në shtëpi, apo në koncepte me njëri tjetrin. Pra, vetëm duke artikulu, vetëm duke e fut në, po them në përdorim si fjalimë të shpesht, më ka dhënë me kuptu që empatia si koncept dhe si aftësi ne duhet për me ullë, në fakt për me mësu. Ashtu si që kena mësu teknologjinë, që është na duk shumë e vështirë, por tani në është bajet e përditshme dhe ne funksionojmë çdo ditë edhe ta nditen me ta. Na duhet edhe me disa koncepte që janë shumë brishta dhe empatia është koncepti brisht, emocionet për cilën po fliste Loreta janë shumë brishta mu trajtu, por edhe mu mësu. Por në fakt janë themelore për ndërtimin tonë, për zhvillimin, mëse ne për funksionimin në tërësi. Që se ne nuk i mësojmë të aftësi të buta, të aftësi shumë të rëndësishme. Në fakt, nuk kena pse mëse ne na trishtona kur shohim ato pamje që ju i tërgum për kafshet. Si mund të lidhet empatia me këtë tematikën që ne po diskutojmë? Se fatkeqësisht edhe disa raste aty ishin raste që vetë fëmijët kanë qenë ata që kanë keq trajtuar një kafsh. Fëmia ka dhe një sjellje që aja ka të mësume. Thash, duke qenë empatia aftësi, ne mund t'ja mësojmë fëmis. Nëse prindri e keq trajton një kafsh, fëmia është prezent dhe shikon. Ai ka me imitu dhe me demonstru të njëjtën sjellje. Por nëse ne
vete bëjmë një sjellje pozitive, ne i lëdhatojmë kafshet, dim ku mi ola në venin, i ushqejmë mirë, nuk i dona mi majnë familje, por dim një stres ku t'i qojmë, ose i dhurojmë. Pra, fëmija ka me mësu për mes kësaj sjellje. Pra, empatia nuk do t'a shohim si një aftësi që ne duhet jo mësojmë tjerëve. Empatin paraprakisht, ne duhet ta demonstrojmë veti herë, ne duhet ta praktikojmë, ne duhet ta kena pjesë karakterit tonë, pjesë jona. Unë personalisht unë kam kultivu shumë në veten time që ti jem e tillë. Për te ndoshta një pjesë gjenetike, por unë kam mësu shumë se si ti jem empatike. Dhe kur ti mëson, mëse nëjna ti fillan e kupton se sa e rëndësishme është për tjetrin, por sa rëndësishme është që ti ta demonstrosh me sjelljen tënde të përditshme, jo në një vend apo në një hapësirë të shkurtër, por në përditshmërinë tënde. Dhe kjo është e dobishme për fëmin, ne t'ju mësojmë. T'ju mësojmë në gjithë ciklin e rritjes tine, se empatia nuk është se ti e mësove herë dhe kjo përfundoi. Jo, është e përditshme, është si puna emocioneve, apo si çdo gjë tjetër, si e disiplinës. E theve i herë, pastaj fillan e të merr ajo pjesa që ti nuk e respekton edhe e then. Empatia duhet më mësu për ditë rreth saj, duhet më mësu ti me ta për me dhanë dhe me mësu tjerë, por sidomos fëmijët. Është shumë e rëndësishme që ne të kena fokusin e madh, që t'ju zhvillojmë do konceptet bërishta dhe do aftësi që janë themelore dhe për qëndrueshmërinë e tyre në sfidave që kanë me pas në jetë. Në linja të përgjithshme, a mund të kategorizojmë ne si një shoqëri empatike? Po flas për këtë rrethin e qytetit tonë, nuk po e hap shumë rrethin e njerëzve. A jemi në shoqëri empatike? Në fakt, ndoshta unë nuk kam bërë një studim për me përcaktu, a jemi, a nuk jemi. Me qoftë prej shembujve që jepen, edhe prej fotove që pome, le të themi që ato njerëz në atë rast nuk janë treguar empatik. Dhe rasti konkret i për shembull majtjes, lindjes të macave dhe pastaj tretjes me njëherë me kordon ombilikal, që ende do të thotë që është vetëm 2-3 ditë edhe në një qese të mbyllur plastike, apo keq trajtimi një qeni tjetër që nuk e paraqitu, por që e ka tre keq trajtuar Zoti, pastaj e ka hedhur në kosh plej dhe pastaj animal si fëmijë i ka bë padi në gjykatë dhe kështu me radhë. Tregoj, nuk është vetëm rasti se ti po keq trajton vetëm qenin. Do të thotë që është një karakteristikë që ti e ke. Do të thotë që nuk arrin të mendosh për tjetrin, sepse empatia këtë ka. Unë nuk jam vetë në qendër, por unë dhe tjetri jemi në qendër. Do të thotë që unë e njoh tjetrin, për shembull në Itali, edhe në disa vende europiane, edhe në Spanjë, edhe ajo është vend europian, por në veçantë kam lexuar një artikull që flite që edhe në Spanjë janë pranuar që kafshët janë qenie që ndjejnë, si rrjedhoj duhet të respektohen. Dakor, nuk dëshiron më ta mbash macen apo kotelet e vogla, të paktën kujdesu që ato kotele mos përfundojnë koshën e plenë, apo për shembull disa herë që hedhin te shelteri që kanë animal si fëmijë që hedhin aty te mas murit, që atje ka shumë herë lexohet që ka edhe qen që janë aty apo që mund mbesin dhe është vështirë për t'i shkuar ti marr për i vullnetarëve. Është e mira që të kujdesen që këto kotele, edhe nëse nuk i don të paktën t'ja japin një shoqate, të shkojnë dhe ato të vazhdojnë e jeni të mirë. Nuk do të thotë që ne gjithçka mund të pranojmë apo gjithçka mund të bëjmë, por mund të bëjmë një hap dhe pastaj e bëjmë të mundur që kafsha në këtë rast të jetë mirë tek dikush tjetër që mundet më kujdes më shumë. Dhe t'jemi empatik në këtë rast do të thotë jo vetëm që unë nga ana kognitive arrit ta kuptoj se çfarë mendimesh ka tjetri, por edhe çfarë ndjenjash, si e shef a jetën. Dhe kjo na bën të mundur, ndryshe prej simpatisë, për shembull, më pëlqen shumë terma, ti shpjegoj. Empatia bën të mundur që unë mos ta ndjej të njëjtin emocion që ti provon. Unë jam jashtë këtij emocioni, por e shoh. Për shembull, vujtjen që jeton tjetri, rëndësinë që ka për diçka, që diçka ka për tjetrin. Dhe kjo gjë më bën të mundur që unë ta kuptoj sjelljen e tjetrit. Ndryshe për shembull prej simpatisë, që është një emocion,
që tregon, vjen prej greqisht sympatos, që do thot unë vuj bashkë me ty. Për shembull, kur shohim dikën që është duke qarë për një vujtje të vetën, edhe ne qajmë bashkë me të, në atë moment jemi duke qenë simpatik. Pastaj në kalimin e shekujve, le të themi fjala simpatik, ka kalu nga niveli psikologjik dhe emocional, ka kalu në nivelin trupor. Disa herë edhe personaliteti, që për shembull një person është simpatik, jo vetëm nga pamja, por disa herë edhe nga ana e personalitetit, për mënyrën se si flet, se si raportohet me tjerë dhe kështu me radhë. Kështu që si njëri emocion, që është simpatia dhe aftësia që është empatia, na ndihmojnë me bë një jetë më të mirë ne për vete dhe mjedisit ku jetojmë. Në këtë mjedis janë përfshirë njerëzit, kafshët, bimët edhe gjithçka tjetër që ne marrim prej krijimit apo krijojmë ne vetë, si për shembull është edhe teknologjia, sepse ne mund të krijojmë shumë programe teknologjike, por mund të shkatrojmë. Për shembull, disa herë që edhe Mark Zuckerberg e kanë dërguar në gjykat, sepse shumë prind kanë bë padi që Facebooku dhe disa programet e tjera janë duke i bë fëmijët të varur me rilet që japin, me videot e ndryshme, me tematikat e ndryshme, me paraqitjen e disa programeve edhe tematikave më shumë se sa diçka tjetër. Kështu që ne nëse nuk jemi, le të themi, të aftë me i menaxhu mirë emocionet tona, agresivitetin ton, me kuptu mirë çfarë do të thotë pushtet. Unë kam një shoq i cili përdor shumë herë fjalën të mbretërosh do të thotë të shërbesh. Disa herë ne jetojmë një jetën e përditshme që nuk e kuptojnë. Pikërisht sepse ne mendojmë që të mbretërosh, të kesh forcë, do thotë ta shtypësh tjetrin. Përfshi këtu edhe qeniet më të briqta, siç janë në këtë rast kafshët. Kështu që le të themi që nëse ne arrijmë të jemi empatik, që e mësojmë nëpër shkollën nëpërmjet projekteve të ndryshme dhe më përpara prej shembullit që ne japim, që mësuesit japin. Për shembull kam një rast, një mësuese e klasës së 5, ka shumë dashamirë se kafshë, i jep ushqim edhe kafshëve le të themi të lagjes të vet, dhe ajo ka bë në fillim të vitit, ka bë një projekt për kafshët. Dhe para 2 javëve dikush i ka hedh 3 kotele të koshi i plenave të shkollës, ku unë jam dhe nxënësit e saj kanë shumë vëmendshëm, i kanë pa manena nën përkujdesjen time dhe në shoqërimin e mësueses, të 3 kotelet, 3 prej nxënësve të klasës i ka marrë. Dhe në këtë mënyrë, ajo që ne bëjmë nga ana teorike, po nuk i shoqënu me anën praktike, mesin vetëm në nivelin kognitiv. Ata munden me pa vedin që janë kujdesen për kafshë, po në vërtet kur paraqitet rasti konkret, mund të tregojnë. Kështu që le të themi shoqënimi i të rriturve, shembulli i të rriturve ndihmon shumë që fëmijët të kalojnë nga ana teorike në anën praktike. Shumë e vërtet. Ju falenderoj jashtëzakonisht shumë të dyjave. E kemi kaluar sot limitin e kohës. Me shumë qejf. Nuk është problem sepse kemi diskutuar një tematikë vërtet shumë të vlefshme. Dhe ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për secilën nga çësjet që sollët të dyja këtu sot. Shumë kënaqësi. Faleminderit të mi që keni përcjellë një intervistë të tillë. Urojmë ta kemi merituar privilegjin e kohës suaj.